incident ka ndodhur brenda një fabrike me lëndë kimike, ka disa të lënduar, por edhe viktima. Në fakt, kjo nuk është e vërtet. Do t'jetë një ushtrim i bërë nga Shërbimi i Urgjencës Kombëtare në bashkëpunim me Shërbimin Zjarfikës dhe Policinë e Shtetit për të treguar se si Shqipëria po përgatitet për t'ju bërë ballë dhe për të reaguar në emergjenca të ndryshme që kanë të bëjnë me lëndë kimike, radiologjike apo bërtamore. Listen everyone, it's an incident and now we would be prepared. Neve sot kishim një skenar të një incidenti që ndodh në një nga subjektet ku si rezultati pa rregullsive ose i shkujdeses tyre rezultoi që mori flak dhe duke shëruar edhe gaza helmus. Misioni zjarfikse është në 5 fusha. Është në shuarjen e zjarreve si qendra të banuara në pyje, është për tërmetet, për aksidentet, është për mbytyjet edhe po ashtu është edhe për mbrojtjen kundër klimike. Pra të bërë nënë që mësimi i cili është sot. Një gjë e tillë do të na shërbente shumë për t'i dhënë ndihmën e parë dhe për të dalë nga situata që mund të krijohen, që jo rrallë po na ndodhin. Kemi parë disa situata në vendin tonë që kanë ndodhur me zjarr dhe me tym dhe me lëndë helmuse, domethënë lëndë shqetësuese për opinionin dhe për këtë, dhe të gjitha këto na bën të mundur që ne të koordinojmë veprimet në mënyrë që të arrijmë atë objektivin tonë që kemi. Shikoni, vazhdimisht trajnohemi. Ne si drejtori e zjarfikseve kemi organizuar dhe kemi ngritur grupe të veçanta. Trajnojmë për tërmetet, për CBRN, për kundër kimike që kemi këtu, për aksidentet, edhe kemi shumë raste të tilla që neve ja kemi dalë mban. Sa më shumë të tilla trajnime të bëjmë neve, aq më shumë ne perfeksionohemi. Aq më shumë ne ndjejmë veten sigurt, aq më shumë ne japim mesazhe dhe siguri ke populli. Duke parë veprimet e zjarfikseve që koordinoheshin brenda me evakuimin e personave për daljen jashtë, them që ja kemi arritur qëllimin. Kam ngritur një skuadër e cila jo vetëm sot, por edhe në kohën e Covidit, ajo ishte shumë veprimtare dhe ka kryer veprime të tilla dekontaminim në shumë objekte, shkolla, rrugë e tjera. Pam një demonstrim të një incidenti kimik që mund të ndodhë në një fabrikë në një nga vendet të cilët bashkëpunojnë për këtë projekt. Në rastin konkret një fabrike shqiptare e cila raportoi për një shpërthim kimik, ku kishte 3 viktima dhe qëllimi i këtij ushtrimi ishte të shifshim se si do konvergonim, se si do bashkëpunonim jo vetëm si thua ekipet e ndihmës së parë, por në bashkëpunim edhe me raportin e zjarfiksës, por edhe për të parë rolin e gjithë secilit në këtë ushtrim. Ekipi është i përgatitur,
secili nga individet e di mirë pozicionin e vet. Në këtë rast isha si drejtues i ushtrimit, por them me kënaqësi që kemi të bëjmë me njerëz të kualifikuar dhe të cilët realisht mund t'i besohet jeta. Fokusi është që të shpëtojmë sa më shumë jetë, duke mos harruar asnjëherë që ne nuk duhet të riskojmë veten tonë. Pra personeli shëndetësor duhet të ditë të mbrojë mirë veten e vet, duhet të ditë të përdorë mirë pajisjet personale mbrojtëse dhe pastaj pa diskutim që të japë sa më shpejt ndihmën e parë atyre që kanë nevojë. Dhe pa diskutim duke mos evituar sa më tepër viktimat e mundshme të cilat mund të vinë edhe si pasojë e një menaxhimi jo të mirë. Në mjekësi çdo vonesë, çdo mosqasje e dur mund të konvertohet në viktima. Pra të gjitha elementet, prandaj si duhesh ne kemi një sër vëzhguese në rrugëmtar për të na thënë në të gjitha segmentet se ku vepruam drejt dhe ku duhet të përmirësohemi. Pra që nga koha e reagimit, që nga koha e veshjes, mënyra e veshjes, mënyra e reagimit, mënyra e detektimit të sendeve kontaminuese, pra të gjitha elementet të cilët duhet të vlerësohen për të dhënë një tablo të qartë. Por këtë punë është edhe ushtrimi që ne në të ardhmen të gabojmë sa më pak. Projekti është në kuadrin e Center of Excellence të Bashkimit Evropian, quhet projekti P88 dhe ka të bëjë me forcimin e kapaciteteve të përgjigjes mjekësore në rast incidentesh kimike, biologjike dhe radionukleare. Në këtë projekt marrin pjesë 9 shtete dhe baza e këtij projekti është që në të gjithë shtetet nisi me krijimin e trajnuesve kombëtar. Pra ne shkuam në Gjeorgji, bëmë një trajnim 2 javor, që u trajnuam për të bërë trajnime në vendet tona respektive. Dhe deri tani kemi kryer 4 trajnime kombëtare në Shqipëri, ku janë trajnuar personel i urgjencës mjekësore, personel i urgjencave pritëse në spitalet kryesore. Pra në të gjithë rrethet, në të gjithë spitalet ne kemi minimalisht 2 ose 3 përfaqësues mjekësor që kanë bërë trajnimin bazë të bërë në apo përgjigja mjekësore në këto incidente kimike, biologjike dhe radionukleare. Në kuadër të vazhdimësisë së këtij projekti, disa nga shtetet u zgjodhen që të mund të zhvillojnë trajnime, ushtrime ndërkombëtare me pjesëmarrje në të gjithë shtetet. Një nga vendet ishte Shqipëria dhe këtu u zgjodh të zhvillojë ushtrimin me temë kimike, pra një incident kimik. Ushtrimi kimik është i veçantë në llojin e tij dhe zhvillohet vetëm në Shqipëri. U zgjodhen vetëm 3 shtete dhe njëra ishte me temë kimike, njëra ishte me temë biologjike dhe tjetra ishte me temë radiologjike që u zhvillua në Moldavi. Pra Shqipëria është një nga 3 shtetet që u zgjodh për të zhvilluar këtë ushtrim në sferë kaq të gjerë.